Përgjegjësitë e edukatorëve. Ndër përgjegjësitë më të mëdha, të cilave u ka kushtuar rëndësi të posaçme Islami dhe që kanë nxitur për zbatimin e obligimeve të tilla, është edhe përgjegjësia e edukatorëve, të cilët në vete e bartin barrën e mësimit, të udhëzimit dhe të edukimit. Realisht kjo është njëra prej përgjegjësive më të rënda e më të rëndësishme, për shkak se përgjegjësia e tillë fillon prej kohës së lindjes së fëmijës dhe zgjat derisa t'i kalojë etapat e fëmijërisë dhe adoleshencës dhe të bëhet madhor. Pavarësisht nëse edukatori është mësues, baba, nën ose përgjegjës social për edukim, ai duhet t'i kryejë përgjegjësitë si duhet, t'i kryejë obligimet me vendosmëri e përpikpëri, ashtu siç ka urdhëruar Islami, kur përgjegjësi i edukimit e jep gjithë angazhimin e tij vetëm e vetëm për ta formuar personin me të gjitha veçoritë e cilësitë e duhura, me çka do të formohet familja e mirë me të gjitha cilësitë e larta, po ashtu me këtë e ka ndihmuar shoqërinë që të jetë shembullore me të gjitha të mirat, duke pasur në gjirin e saj persona të formuar mirë e familje të shëndosha, pikërisht sikurse kërkon feja islame. Sikur tua përmbashim ajeteve kuranore dhe haditheve të dërguarit alayhis salam lidhur me atë se si ato i këshillojnë edukatorët për ta kryer përgjegjësitë e tyre dhe si u atërheqin vëretjen nëse ata nuk e kryejnë detyrën e tyre. Sikur ti analizonim dhe ti gjenim shumë më shumë sqarime në Kuran dhe Sunet. Të gjitha këto që u përmendën kanë për qëllim t'ia bëjnë të qartë çdo edukatori detyrën e lartë që e ka dhe përgjegjësinë e madhe. Ajetet që flasin për këtë çështje janë: urdhëroje familjen tënde të falë namaz dhe ti vetë zbatoje atë. O ju që besuat, ruajini veten dhe familjen tuaj prej një zjarri. Patjetër do të përgjigjeni për atë që bët. Allahu ju porosit për fëmijën tuaj. Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjithë dhënien, janë të obliguara t'u japin gjithë fëmijëve të vet 2 vjet të plot. Se nuk do t'i mbysy fëmijët e tyre. Ndalojni ata sepse do të merren në përgjegjësi. Për këtë ka edhe shumë ajete të tjera që shpjegojnë. Ja disa hadithe që flasin për këtë çështje. Burri është bari i familjes së tij dhe ai është përgjegjës për kopen e tij. Gruaja është bareshe e familjes së saj dhe është përgjegjëse për kopen e saj. Për njeriu, edukimi i fëmijës së tij është gjë e mirë se dhënia e lëmoshës. Prindri nuk mund t'i bëjë dhuratë më të mirë fëmijës së vet se sa që është edukata e mirë. Mësojuani fëmijëve tuaj dhe familjes suaj të mirat dhe edukojeni ata. Edukojeni fëmijët tuaj me 3 vepra. Ta duan të dërguarin tuaj, ta duan familjen e të dërguarit dhe leximin e Kuranit. Transmetohet nga Ebi Sulejman ibn el Huveirthi, kishin shkuar te i dërguari alayhis salam ndërsa ishin të rinj dhe të afërm mes vetit dhe kishin qëndruar te i dërguari alayhis salam 20 net. Ai kishte menduar se na kishte marrë malli për familjet tona dhe na kishte pyetur për ata që i kishin lënë në familjet tona, ndërsa ne e kishim i formuar atë. Vërtet ai ka qenë njeri shumë i butë dhe i mëshirshëm. Na u drejtua duke na thënë: kthehuni te familjet tuaja, mësojeni ato dhe urdhërojeni ato me atë që ju ka mësuar unë. Faluni sikundur më keni parë mua. Kur të vi koha e namazit, dikush prej jush le të therrasë ezanin dhe më i madhi prej jush le të bëhet imam. Njeriu do të qëndrojë në ditën e Kiametit derisa të pyetet për 4 gjëra: për jetën e tij, se si e ka kaluar, për rininë e tij, si e ka shfrytzuar, për pasurinë e tij, si e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar, dhe se si ka vepruar me dijen e tij. Ka dhe shumë hadithe të tjera që flasin për këtë çështje. Duke vepruar sipas këtij udhëzimi kuranor dhe këshillave të të dërguarit alayhis salam, të cilave për t'i edukuar fëmijët u janë përmbajtur të gjithë edukatorët gjenerat pas gjenerate. Gjithmonë shqetësim e kanë pasur mësimin e largimit të fëmijës dhe degenerimet. Prindrit gjithmonë i porositin dhe fëmijëve të tyre u zgjidhin mësuesin më të vyrshëm për mësim e edukim dhe edukuesin më të mirë për udhëzime e direktiva.
Këtë e bënin vetëm e vetëm që ta kryenin detyrën dhe obligimin në mënyrë më të mirë e më të përpikt, duke formuar fëmijë me baza të besimit, moralit e të mësimeve islamike. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.